Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen. Siç e njoftuar, sot do të hedhim shortin për turin çeyrëfinal të Kupës së Shqipërisë. Vllaznia ka moskuar kundërshtarin me të cilin do të ndeshet në turin çerkfinal të Kupës së Shqipërisë. Skuadra shkodrane do të përballet me ekipin e Bylisit, sipas shortit të hedhur këtë të martë në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Kuqeblut ishin të pozicionuar në vazën 1, ndërsa kundërshtarët e mundshëm ishin Elbasani, Teuta, Bylisi dhe Tirana. Goglat vendosën që vllaznia të matë forcat me skuadrën ballsqjote në këtë fazë të rëndësishme të kompeticionit. Ndeshja e parë do të zhvillohet me 11 shkurt në Ballsh, ndërsa takimi i kthimit është programuar për më 4 mars në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, ku do të përcaktohet edhe skuadra që do të sigurojë kualifikimin për në gjysmëfinale. Trajneri Edi Martini ka deklaruar së fundmi se objektivat e vllaznisë për këtë sezon janë të përqendruara në të dy frontet, kampionat dhe kupë, çka nënkupton se shkodranët synojnë të shkojnë sa më larg edhe në këtë kompeticion. Faleminderit dhe suksese.